E vërteta e fshehur e pirjes së vajit të ullirit para gjumit. Një zakon i lashtë që po rikthehet fuqishëm. Në vitet e fundit, gjithnjë më shumë njerëz po flasin për një zakon të thjeshtë, por intriguese. Pirjen e vajit të ullirit para gjumit. Disa e quajnë sekret shëndeti, të tjerë e konsiderojnë mit, ndërsa një pjesë e vogël e njerëzve betohen se u ka ndryshuar jetën. Por çfarë fshihet vërtet pas këtij rituali? A është thjesht një trend i radhës, apo një praktikë e mbështetur nga shkenca dhe tradita mira vjeçare? E vërteta është se vaji i ullirit nuk është një ushqim i zakonshëm. Ai ka qenë i shenjtë për qytetërimet e lashta, një ilaç natyral për mjekët popullor dhe një nga shtyllat kryesore të dietës mesetare, e cila konsiderohet ndër më të shëndetshmet në botë. Një traditë që vjen nga lashtësia, që në kohën e grekëve dhe romakëve të lashtë, vaji i ullirit përdorej jo vetëm për gatim, por edhe për shërim, pastrim të trupit dhe balancim të mendjes. Hipokrati, i njohur si babai i mjekësisë, e quante vajin e ullirit ilaçi i madh. Në shumë kultura mesetare, pirja e një luge vaj ulliri në mbrëmje shihej si mënyrë për të pastruar organizmin dhe për të përgatitur trupin për gjumë. Edhe sot, në fshatrat e Italisë, Greqisë dhe Shqipërisë, të moshuarit e praktikojnë këtë zakon pa u mbështetur në studime moderne, por në përvojën e brezave. Çfarë e bën vajin e ullirit kaq të veçantë? Sekreti qëndron në përbërjen e tij unike. Vaji i ullirit ekstra i virgjër është i pasur me yndyrna mono të pangopura, të cilat mbrojnë zemrën, antioksidant të fuqishëm, si polifenolet, vitamin E dhe K, thelbësore për qelizat dhe gjakun, substanca anti-inflamatore, që ndihmojnë trupin të shërohet natyrshëm. Ndryshe nga yndyrnat e përpunuara, vaji i ullirit punon në harmoni me trupin, sidomos gjatë natës, kur organizmi hyn në fazën e rigjenerimit. Se pikërisht para gjumit, gjatë gjumit, trupi ynë nuk pushon përkundrazi, ai punon më intensivisht për të riparuar qelizat, balancuar hormonet, pastruar mëlçin, përforcuar sistemin imunitar. Pirja e vajit të ullirit para gjumit i jep trupit lëndën e duhur për këto procese. Kur stomaku është relativisht bosh, përthithja e lëndëve ushqyese bëhet më efikase dhe efekti i vajit është më i thellë. Një ndihmë e fshehtë për tretjen. Një nga arsyet kryesore pse njerëzit e praktikojnë këtë zakon është përmirësimi i tretjes. Vaji i ullirit ndihmon në lubrifikimin e zorëve, lehtësimin e kapsullkut, reduktimin e irritimit të stomakut, stimulimin e prodhimit të bilës. Shumë persona raportojnë se zgjohen më të lehtë, pa fryrje apo pa rehati në bark, pas vetëm disa ditësh përdorimi. Efekti qetësues që pak e përmendin. Një aspekt më pak i diskutuar, por shumë interesant, është ndikimi i vajit të ullirit në sistemin nervor. Fal yndyrnave të shëndetshme dhe antioksidantëve, ai ndihmon në uljen e stresit oksidativ dhe tensionit të brendshëm. Kjo mund të shpjegojë pse disa njerëz flen më mirë, më thellë dhe zgjohen më të qetë kur e konsumojnë para gjumit. Nuk është një qetësues artificial, por një mbështetje natyrale për trupin dhe mendjen. Sa duhet konsumuar? Tradicionalisht, rekomandohet një lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër, rreth 20-30 minuta para gjumit. Disa e kombinojnë me disa pika limoni, jo për shije, por për të rritur efektin pastrues. Megjithatë, cilësia është thelbësore. Vetëm vaji ekstra i virgjër, i ftohtë dhe i papërpunuar, ka këto përfitime. Vajrat e rafinuar nuk japin të njëjtin rezultat. A është për të gjithë? Edhe pse duket i padëmshëm, ky zakon nuk është identik për të gjithë. Trupi i secilit reagon ndryshe, dhe disa persona mund të përjetojnë pa rehati fillestare, sidomos nëse kanë probleme me fshikëzën e tëmthit ose refluks të rënd. Prandaj, është rëndësishme të dëgjosh trupin tënd dhe të fillosh me sasi të vogla. E vërteta e fshehur e pirjes së vajit të ullirit para gjumit. Çfarë thot shkenca dhe çfarë nuk të thot askush? Çfarë thot shkenca moderne për pirjen e vajit të ullirit para gjumit? A janë këto përfitime reale, apo thjesht efekte placebo të trashëguara nga gojdhënat? E vërteta, si zakonisht, qëndron diku në mes, por është shumë më interesante nga sa mendohet. Vaji i ullirit dhe mëlçia, pastrim apo mit? Një nga pretendimet më të përhapura është se pirja e vajit të ullirit para gjumit pastron mëlçin. Shkencërisht, mëlçia është organ vetpastrues, por kjo nuk do të thotë se ushqimi nuk ndikon në mënyrën si ajo funksionon. Studime të shumta tregojnë se yndyrnat mono të pangopura në vajin e ullirit, polifenolet antioksiduese,
Acidi oleik ndihmojnë në uljen e inflamacionit të mëlçisë, përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe reduktojnë grumbullimin e yndyrës në këtë organ. Kur konsumohet në mbrëmje, vaji i ullirit stimulon rrjedhjen e bilës, ndihmon mëlçin të përpunojë toksinat gjatë natës, mbështet proceset rigjeneruese që ndodhin gjatë gjumit. Pra, nuk është detoks magjik, por është mbështetje reale biologjike. Zemra nuk fle kurrë dhe vaji i ullirit e di këtë. Një nga arsyet pse dieta mesdhetare lidhet drejt për drejt me jetëgjatësinë është mbrojtja e sistemit kardiovaskular. Pirja e vajit të ullirit para gjumit ka disa efekte interesante. Ul kolesterolin LDL, të keqin, rrit kolesterolin HDL, të mirin, përmirëson elasticitetin e enëve të gjakut, ul tensionin e lehtë të gjakut. Gjatë natës, presioni i gjakut bie natyrshëm. Vaji i ullirit ndihmon që kjo rënje të jetë më e qëndrueshme dhe më e shëndetshme, duke reduktuar stresin mbi zemër. Kjo është arsyeja pse shumë kardiolog e rekomandojnë vajin e ullirit si yndyrën kryesore, jo vetëm në ushqim, por edhe si suplement natyral. Pirja e vajit të ullirit dhe humbja në peshë, paradoks apo realitet, kjo pjesë shpesh i huton njerëzit. Si mund të ndihmojnë një yndyrë në dobësim? Ja çfarë ndodh realisht. Vaji i ullirit rrit ndjenjën e ngopjes, stabilizon sheqerin në gjak gjatë natës, ul dëshirën për sheqer dhe ushqime të shpejta ditën tjetër, përmirëson metabolizmin e yndyrave. Kur konsumohet para gjumit, ai ndihmon trupin të mos hyjë në panicë energjetik gjatë natës, duke reduktuar grumbullimin e yndyrës abdominale. Shumë persona raportojnë më pak uri në mëngjes, kontroll më të mirë të porcioneve, reduktim gradual të peshës. Nuk është djegës yndyre, por është rregullues metabolik. Efekti i fshehtë hormonal. Pak njerëz flasin për këtë, por vaji i ullirit ka ndikim të drejtpërdrejtë në balancën hormonale. Gjatë gjumit prodhohen melatonina, hormoni i gjumit, hormoni i rritjes, leptina, hormoni i ngopjes. Yndyrnat e shëndetshme janë thelbësore për sintezën hormonale. Pa to, trupi prodhon hormone të çrregullta. Pirja e vajit të ullirit para gjumit përmirëson cilësinë e gjumit, ndihmon në rregullimin e oreksit, ul kortizolin, hormonin e stresit. Kjo shpjegon pse disa njerëz ndihen më të qetë emocionalisht pas disa javësh përdorimi. Mitet më të përhapura dhe e vërteta. Miti 1: sa më shumë vaj, aq më mirë. Gabim: teprimi mund të shkaktojë diare, nauze dhe shqetësime gastrike. Miti 2: funksionon me çdo vaj ulliri. Vetëm ekstra i virgjër, i ftohtë dhe cilësor ka efektet e përmendura. Miti 3: është i rrezikshëm për stomakun. Varet nga individi. Për shumicën është i dobishëm, por jo për të gjithë. Miti 4: rezultatet janë të menjëhershme. Ky është proces gradual. Efektet reale shihen pas 2-4 javësh. Kush duhet të bëj kujdes? Pirja e vajit të ullirit para gjumit nuk rekomandohet pa konsult për persona që kanë gur në tëmth, pankreati, refluks të rënd gastrik, alergji ndaj ullirit. Gjithashtu, personat që marrin medikamente për hollimin e gjakut duhet të jenë të kujdesshëm. Si ta dallosh vajin e ullirit të vërtet? Një sekret që pak e din: duhet të ketë shije, pak të hidhur dhe djegse. Aroma duhet të jetë e freskët, si bar i prerë. Ngurtësohet pjesërisht në frigorifer. Nëse vaji është plotësisht neutral në shije, ka shumë gjasa të jetë i rafinuar. Si ta përdorësh sakt, sa gjatë dhe a ia vlen vërtet? Tani që e dim çfarë thot tradita dhe shkenca, pyetja vendimtare është kjo: si duhet pirë vaji i ullirit para gjumit që të sjellë përfitime reale dhe jo probleme? Shumë njerëz e provojnë gabim, dorëzohen shpejt dhe thonë: nuk funksionon. Në fakt, sekreti qëndron tek koha, sasia, kombinimi dhe vazhdimësia. Koha ideale, momenti që bën diferencën. Gabimi më i zakonshëm është pirja e vajit menjëherë pas darkës. Koha më e mirë është 20-40 minuta para gjumit, kur stomaku është pothuajse bosh, por jo i irrituar. Kjo lejon përthithje më të mirë të polifenoleve, punë më efikase të mëlçisë gjatë natës, shmangje të rëndesës në stomak. Nëse ha shumë vonë, prit të paktën një orë. Sasia e artë, pak, por saktë. Teprimi nuk përshpejton rezultatet.
Një lugë gjelle, 10-15 ëllë, është sasia ideale për shumicën e njerëzve. Për fillestarët, nis me një lugë çaji për 3-4 ditë. Rrite gradualisht në një lugë gjelle. Kjo i jep trupit kohë të përshtatet dhe shmang efektet anësore. Kombinimet sekrete, kur dhe pse? Jo të gjitha kombinimet janë për të gjithë. Ja më të përdorurat. Limon. Për kë rekomandohet? Mëlçi e ngarkuar. Fryrje. Efekt. Stimulon bilën. Rrit pastrimin e zorëve. Jo për persona me refluks të fortë. Mjellë. Për kë? Lodhje kronike. Gjumi i dobët. Imunitet i ulët. Efekt. Qetëson sistemin nervor. Përmirëson gjumin. Hudhër opsional, jo çdo ditë. Për kë? Kolesterol i lartë. Tension i lehtë. Vetëm 1-2 herë në javë. Jo para gjumit për persona me stomak të ndjeshëm. Sa gjatë duhet ta praktikosh? Kjo nuk është kur 7 ditore. Minimumi 14 ditë. Optimalja 21-30 ditë. Maksimumi i rekomanduar 2-3 muaj, pastaj pauzë. Shumë njerëz bëjnë 1 muaj përdorim, 1-2 javë pushim, pastaj e rifillojnë. Kjo mban trupin në ekuilibër dhe shmang varësinë metabolike. Shenjat që po funksionon. Nëse praktikohet sakt, trupi jep sinjale të qarta. Zgjohesh më lehtë në mëngjes. Tretje më e qetë. Më pak fryrje. Uri më e kontrolluar. Gjumë më i thellë. Lëkurë më e hidratuar. Këto janë shenja reale, jo imagjinare. Shenjat që duhet të ndalesh. Nëse përjeton, dhimbje barku të vazhdueshme. Diare të fortë. Urdhë të përkeqësuar. Ndalo me njëherë. Ky zakon nuk është për çdo trup. Ai ia vlen vërtet në jetën moderne. Po, nëse përdor vaj ulliri ekstra të virgjër cilësor. E bën me mas. Nuk e sheh si zëvendësim të ushqimit të shëndetshëm. Jo, nëse kërkon mrekulli brenda natës. Ha keq dhe flepak. Përdor vaj të rafinuar. Vaji i ullirit nuk rregullon një stil jete të shkatëruar, por e përmirëson ndjeshëm një stil jete mesatar. E vërteta që pak e pranojnë. Pirja e vajit të ullirit para gjumit nuk është magji. Është një ritual i thjesht që jep trupit sinjal qetësie dhe ekuilibri. Në një botë me stres, ushqim të përpunuar dhe gjumë të çrregullt, ndonjëherë zgjidhjet më të forta janë ato më të thjeshta.